Atëherë po na vjen Global Digital City në Tetov, pak a shumë në fund të shkurtit, me datat 25 dhe 26, apo jo? Po. E zbulojmë pak fillimisht ndoshta më në detaje se çfarë është faktikisht si konferencë, si organizim, pastaj vazhdojmë për të tutje. Po, Global Digital City është një event, është një, domethënë, organizim i cili vjen për herë të parë në Maqedoni, ndërkohë zanafillën e ka në shtete tjera të Ballkanit dhe Europës. Eventi do të organizohet në 2 module themi, me dy qëllime, bashkimi apo ofrimi i ofertës dhe kërkesës e cila aktualisht është shumë dinamike, sa i përket bashkëpunimit në sferën IT-s mes kompanive botërore, europiane dhe kompanive lokale që kemi këtu. Dhe njëri tjetri modul do jetë, domethënë, ose theksi tjetër do jetë mundësia e punësimit të rinjve që janë profesionistë, duke filluar nga studentët dhe persona tjerë që kanë aftësi dhe eksperjenca të ndryshme në fushën e IT-s, po pse jo edhe në fusha tjera, domethënë, që japin shërbime të ndryshme për kompani të ndryshme, dhe do zhvillohet në një formë që do ketë pak edhe karakter të panairit të karrierës.